Përshëndetje. Fillojmë me rendin e ditës të mbledhjes mars 2026 e datës së rrjedhë. Pika e parë e rendit ditës. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. Jeni dakord me rendin e ditës? Pro, abstenim, kundra, s'ka. Okej, miratori. Pika 2 e rendit ditës. Për miratimin e procedurës të mbledhjes të kaluar datë 26/2/2026. Jeni dakord me procedurën? Jo. Ka kundra? Jo. Okej. Miratori. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtuar për muajin shkurt 2026. Vendim nuk në Komisionin Ekonomisë është trajtuar dhe diskutuar, nuk ka ndryshime nga muaji i pashme, 10 familje kanë qenë, 10 janë, kështu që nuk ka bashkëngjitur e keni dhe relacionin, mund ta shikoni, i ftoj gjithë ata me këshill bashkiak të ardhin votimin ta kalojnë në program. Ka ndonjë pyetje apo diskutim më tjetër? Jeni votim. Po atë. Pro, abstenim, kundra s'ka. Miratori. Pika 4 e rendit ditës. Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorim të fondit bashkisë për familje që do trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin shkurt 2026. E njëjta situatë është edhe për muajin shkurt, 94 familje, nuk ka përsëri ndryshime. Edhim në votim? Pro, abstenim, kundra jo. Miratori. Pika 5 e rendit ditës. Për miratimin e parashikimin e partnerësve të tavanave dhe tavane përgatitore të bazë 2027-2029. Në kuadrë të atimit të programit buxhetar afatmesëm 2027-2029, paraqesit për miratim për vendimin të kryesimit e tavanave afatmesme dhe përcaktimin e tavaneve përgatitore të shpensimeve sipas programit buxhetar. Buxhetet në total dhe rritjet e tyre vjetore në vitin 2026 buxheti është parashikuar 376 milionë lekë, në 2027 me një rritje 2.4%, në vitin 2028 me një rritje 2.3% dhe në vitin 2029 me një rritje 3%. Struktura e të ardhurat të veta mesatarisht zënë rreth 18% të buxhetit total për secilin vit dhe transferit nga buxheti i shtetit rreth 80%. Kjo tregon se financat e bashkimit vetë kryesisht të vajon nga transfertat shtetërore. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik, pagat e sigurimet shoqërore do të zënë 58,62% të ndikuara këto nga rritjet e pagave, shpenzimet korrente do zënë 18,20%. Për financimin e shërbimeve publike, kryesisht, shpenzimet kapitale 10,12% të investimeve total të buxhetit total, mbrojtja civile 4% sipas përcaktimeve ligjore dhe buxheti social do zënë një vend të rëndësishëm për të mbështetur shtresat në nevojë dhe grupet vulnerable. Këto janë tavanet buxhetore të cilat pas miratimit do të shpërndahen ekipeve të menaxhimit programeve buxhetore për të paraqitur kërkesat e tyre. Dokumenti i përgatitur do të dërgohet në Ministrinë e Financave deri në datën 1 qershor 2026 për vlerësim dhe mendim. Do të zhvillohen dëgjesat publike në muajin qershor për përgatitjen e dokumentit të parë të PPA-s 2027-2029 për të siguruar pjesëmarrjen e komunitetit dhe grupeve të interesit. Dokumenti i parë do të miratohet në korrik të vitit 2026, ndërsa në muajin tetor nëntor do të zhvillohen dëgjesat publike sërish deri në miratimin përfunditar të PPA-s 2027-2029 dhe të buxhetit të vitit 2027 brenda datës 25 dhjetor 2026. Tavanet përgatitore të shpenzimeve janë ndërtuar mbi këto projekcione duke ruajtur balancën ndërmjet detyrimeve operative dhe investimeve, si dhe duke garantuar një qasje të qëndrueshme dhe realiste të menaxhimit e financave vendore. Duke falënderuar, ju për shkëlqimin e miratimit të projektit. Shqiptimit në
bazuar në performancën financiare të viteve të pashme dhe janë vlerësuar tavanet e propozuara në të shpenzime funksion të ruajtjes së stabilitetit fiskal dhe mbështetjes së prioriteteve zhvillimore të bashkisë. Komisioni i Financës vlerëson se ky projekt vendimi është bazuar në parime realiste dhe të qëndrueshme financiare dhe rekomandon miratimin e tij nga gjitha partet e Këshillit Bashkiake. A në pyetja për diskutim? Deri votim pastaj? Pro? Abstenim? Kundra s'ka? Po, remunerator. Kalojmë te pika 6 e renditës. Për miratimin e bashkëfinancimit bashkisë TPL në programin për trajtimin me bonus shtrimit të disa familjeve në nevojë të cilat nuk mund të përballojnë qiranë e tregut lirë. Ne kemi diskutuar dhe në Komisionin e Ekonomikë, ne kemi thjesht është bërë diferencë nga 20% ka kaluar 40% të financimit. Ky është ndryshimi, se thjesht jemi në pjesën e Në bazë të treguesit të realizimit të ardhurave përfrymë të bashkisë TPL që për vitin 2025 ka zënë deri në 7.026 lekë përfrymë, bashkia është klasifikuar. Ato që përfituar më grave tani na kthehen në të fund. Është klasifikuar në bashkitë me social për të ardhurat përfrymë të konkursisë. Kështu që kontributi i buxhetit vendor në bashkëfinancime, paktën në programe sociale, nga 20% që e kam patur për që e këshim vjetë neve dhe ta bashkëtë e tjera, për 20% do jetë pjesë e kontributit bashkisë. Dhe me thënë, 20% të ati fondi që ne miratojnë për bonus qiraje, do përballohet nga bashkia, 60% do përballohet nga buxheti. E kërkoni si kush të miratojnë në këshill para se të dërgojnë fondet për vitin. Do t'i kemi do të fondet. Do të thotë që mendojmë mirë edhe me numrat. Do të Edhe abstenim, kundra s'ka. Mirë miratohet për kjo pikë. Kalojmë te pika 7 e renditës. Projekt vendim. Dorëzonje në përdorim shpar kundër shpërblim në favor të qendrës AC, një pjesë të objektit punësor shkolla nëntëvjeçare Semzeli fshati Progonat. Bashkia e Bashkisë TPL, si dhe miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit që do të nënshkruhet për këtë qëllim. Tani te kjo objekti të shkollës nëntëvjeçare në Progonat është një shoqëri jo këtitruese, e cila do marrë objektin nga bashkia, do ta përdor për e keni lexuar besoj këtë. Tani unë ju ftoj ju si antar shiri, ta votojmë këtë sepse është të mirë të komunitetit, atë do bëjmë të ndryshme për jo do jetë verore. Dhe do ketë përfitim edhe bashkia sepse objekti do mirë mbahet, do investoj kjo shoqëri atje. Është të mirë të komunitetit. Kështu që për më shumë do na flasim për këtë. Qoftë me materialin njihemi. Por unë do të bëj një rezume në fakt në lidhje me edhe me shprehjen e interesit të kësaj organizatës e opinimpruese. Ne jemi njohur me kërkesën e saj që në fillim të vitit 2026 dhe për këtë shprehje të interesit, kryetari i bashkisë ka ngritur një grup pune i cili ka bërë një analizë të thelluar qoftë gjendjes fizike të
shkollës nëntëvjeçare si nxenerin në Progonat, por detyrë e këtij grupi të punës, pavarësisht se unë këtu po përfaqësoj bashkinë në lidhje dhe në relatimin me të këtij materiali, ka qenë edhe materiali për këtu në këshill. Në qoftë se e vëmë re tek materiali, komisioni ka pas vlerësimit dhe verifikimit në vend, ka paraqitur një relacion të detajuar ku ka referuar që çfarë status juridik ka kjo pasuri që është pronë në pronësi të bashkisë të Pelen edhe në funksion të veprimtarisë arsimore. Godina është pjesërisht funksionale për procesin mësimor ndar funksionalisht në ambientet e papërdorshme. Pjesa tjetër e ambienteve kati parë, kati 2 rezultojnë papërdorshme ose të nënshfrytëzuara, janë me amortizim dhe nga mospërdorimi, mirëmbajtja periodike, nuk paraqesin rrezik strukturor të dukshëm, këto janë konkluzionet e komisionit. Dhe obori shkollës dhe hapësirat janë të aksesueshme dhe nuk janë të dhëna me aktivitetet të përshtatshme të përshtatshme. Është në kushtet që të kryhen ndërhyrje reabilituese dhe nga ana e grupit është kërkuar një informacion në formë opinioni lidhur me përdorimin e këtij ambienti të shkollës nëntëvjeçare zyrtare arsimore Sepelen me shkresën 367 protokolli 17/2/2026. Zyra vendore e arsimit Sepelen me Maria me shkresën e saj me numër 152 datë 23/2/2026 ka përcjell dakordsinë e saj për shfrytëzimin e mjediseve të kadit të dytë ku nuk zhvillohet mësim apo në një veprimtari tjetër shkollore dhe për më tepër këto mjedise po amortizohen me shpejtësi duke rrezikuar mjediset e kadit të parë kur zhvillohet procesi mësimor. Tani, rëndësia e këtij projekti është interesi publik dhe për bashkinë. Projekti kontribon në gjallërimin social-ekonomik të zonës dhe përdorimin efikas të pasurive publike të bashkisë. Reabilitimin, mirëmbajtjen, pra çfarë Bashkia e Pelen do përfitojë nga kjo iniciativë. Reabilitim dhe mirëmbajtjen e ambienteve të papërdoruara të objektit publik. Zhvillimin e aktiviteteve edukative dhe sociale për të rinj, promovimin e zonës së Kurpeleshit si destinacioni i turizmit dhe natyrës dhe përfshirjen e komitetit lokal në aktivitetet ekonomike dhe sociale, krijimin e mundësive të punësimit sezonal për banorët e zonës. Përdorimi i objektit kufizohet në ambientet e papërdorura të shkollës dhe nuk cënon procesin mësimor. 1. Çdo investim i kryer nga përdoruesi do mbetet pronë Bashkisë së Pelen pas përfundimit të afatit përdorimit pa të drejtë kompensimit. Veprimtaria zhvillohet pa qëllim fitimi në përputhje me statusin e organizatës së fitimrueshme ACEG dhe në interes të komunitetit lokal, të komitetit të bashkisë. Këto janë gjërat të rëndësishme dhe ajo çfarë ne kemi shumë më të rëndësishme është që aktiviteti do të zhvillohet me një kohë të caktuar. Pra, edhe sikundër e ka emrin, siç e thash, është vetëm për 3 muajt e verës, nuk jo në kohë tjetër, dhe në rast se në çdo moment do ta kemi është pjesë e kushteve të marrëveshjes, në çdo moment në qoftë se do të kërkohet nga bashkia marrja e këtij objekti, sepse për interesat të arsimore, ashtu si kundër ai e ka funksionin, menjëherë dhe kjo marrëveshje do të zgjidhet nga ana e bashkisë. E rëndësishme është që ne këtu të diskutojmë kryetar në lidhje me afatin. Duke menduar domethënë investimin në cilën ju ftoj që edhe bashkërisht të kemi një dakordsi në lidhje me afatin e marrëveshjes. Tani ashtu siç më thanë që është në interes të komunitetit. Edhe bashkia do ketë interesat e veta në këtë drejtim, Godina do mirëmbajt, por të diskutojmë tani për punë e afatit. Tani afatet nuk i se ne nuk sa dhe në sa dhe në sa mund të këtë maksimum. Shko, afati është, rasti referohemi dhënjes së ambiente, të pasurive, aseteve që
ato shkojnë, Këshilli Bashkiak ka një afat rreth deri 15 vjetë, me kohë që duhet të gjejmë një kohë të arsyeshme që ne të na përshtatet, domethënë, edhe me duke e parë edhe e turinë e këtij investimi, e turinë edhe të kësaj iniciative, sepse ne vërtet jemi në një situatë, domethënë që jemi dakord. besimi. Po, mbi 5 vjet besoj. Ne do të jemi dhe të qartë, ne diskutojmë edhe në komision që nëse se ne do ta jepim këtë me qira, sa do të shkon të gjëra dhe sa do të investoj organizata, sepse dhe ata me patjetër thotë unë bëj një investim supozohet deri në 50.000 euro, por ama nuk jam lejo që unë ta marr për 3 vite sepse nuk nxjerra, domethënë ato çfarë kam hedhur. Kështu që unë mendoj që të bëjmë atë pjesën e llogaritës dhe ndoshta poshtë 10-s po një herë, po 8-9, nuk e di, domethënë duhet të jemi vetë të qartë sa domethënë është vlera. Propozojnë sa kohë të Se ne pyesim se ndoshta ne flasim por edhe ka antarët e Këshillit të zonës Kurvelesh do ishte më mirë. Propozojnë një laju që ne të kemi votim. 8-a, 9-a, sa? Janë këta të Kurvelesh. Propozojnë 9 vjet për shkak. 9 vjet. Edhe votim pastaj. Edhe t'ja vlej, edhe të mos. Edhe votim. 8 vjet. 9 vjet. 9 vjet, dakord. Edhe votim. Po tjetë bërë një parë llogarie. Në rastin e pjesës së qiras, dhe kollajnë asaj në vitën nuk ka ai do investoj atje dhe qira nuk do i pagoj bashkësinë. por nëse nuk do të ai që me 8 vjet mos Ai do investoj atje, investimi i E vendosim ne ai ka bërë një shprehje interesi këtu, ne vendosim, shu e mendojmë, shu çfarë. Unë më them mos i prishi Si fundë do t'i vetë për sa vjete? Për 9 vjet, nuk e nevosh me atëre i dhe votim për 9 vjet. Jeni dakord? Jeni dakord? Pro për 9 vjet. Pro aksionim kundra s'ka. Atëre miratoj për 9 vjet në përdorim. Në përdorim. Edhe miratoj në O zotrin, kjo ishte për vitet, tani edhe votim dhe projekt vendi për miratimin e marrëveshjes. Jeni dakord? Pro, abstenim, kundra s'ka. Në rregull, mirator. Jes pasa kur të dinë kak në pak. Kalojmë te kalojmë te pika 8 e ditës. Për miratimin e marrëveshjes tip me Këshillin e Qarkut Gjirokastër. Tani për këtë marrëveshje ne që na erdhi dhe kryetari i Qarkut do të na informoj kryetari i Qarkut për këtë marrëveshje. Dino. Dere telefonin. Care, ishte vini in silenzio telefona. Quando Dino na seară për marrëveshjen me se kam qenë shumë nga kohë sot era direkt në rruga se kishim të Këshillit. nuk i intereson edhe këtu tani na seară për këtë haj, vazhdoni. Ai që s'mon dhe sy në ke drejt. Ju po e ka për Këshillin. Tani, qaroj pak unë edhe dim më të mbështes. Sepse detyrimisht të gjithë iniciativa ka ardhur nga antarët e Këshillit të Qarkut. Këshilli i Qarkut ka marrë një iniciativë që është në vlerësimin ton shumë pozitive dhe shumë e vlefshme, duke u referuar gjithsesi edhe ligjit përbe qeverisje vendore në 21 në 22, të cilat ne na referoj që njësitë e qeverisjes vendore në rastet kur nuk zotrojnë kodet ose mjetet e mjaftueshme për të arritur standardet dhe normat kombëtare, qeverisjes qendrore u jepet qeverisja qendrore u jep atyre mbështetje të nevojshme financiare. Qarku u ushtron të gjitha funksionet që i delegohen nga një ose më shumë bashki brenda territorit sipas i marrëveshjes lidhur me palët. Kjo është marrëveshja tip që Qarku ka miratuar dhe ne sot kemi detyrimin që ta kalojmë, tu ta shikojmë dhe ta miratojmë edhe ne që këtë marrëveshje ta nënshkruajmë me Këshillin e Qarkut
duke ushtruar kompetencat të deleguara nga Pushteti Qendror. Për ushtrimin e këtyre kompetencave, kjo mbështetje, çfarë do na sjelli, çfarë ne ja japim ne këtë mundësi qarkut, pra japim këto e delegojmë ne këto në fushën e infrastrukturë shërbimeve, pra funksionet në shërbime sociale, sportit, kulturës apo shërbimeve organizative, në fushën e mbrojtjes mjedisit dhe ne sot paraprakisht kemi patur diskutime me Këshillin e Qarkut. Dhe ne kemi arritur një dakordsi që do të kemi financim të disa projekteve, dhe është konstruksioni i Muzeut Historik, qendra kulturore, disa qendra fshatrash të paktën, me në dijen time, çatime qendrës kulturore. Po pra qendra fshatrash tash. Qendra fshatrash. Pra, jo, edhe. Dhe mos harrojmë festivalin e përvitshëm që e kemi privilegj. Këndojmë në TPD. Edhe kështu, gjë që nuk i kemi me aspiratuar edhe nga punë shqiptar paktën ajo me sa pash. Ishte në aspiratuar që do ta parashikojmë për na ka ngelur dhe ajo në barë. Që kështu, po të shikoni edhe për vendimin, pika 1 për vendimin parashikoni me marrëveshjen në tip, miratimin e. Pika 2 ngarkon kryetarin e bashkisë si person për nënshkrimin e marrëveshjes dhe ne që do ndjekim bashkia dhe gjitha dishmata për procesin e kurën e. Mos e kursivi të apo ardhe në këtë pohiri, apo tipse por para se ja, marrëveshja. Në një kare. E do nga kohë dita pjutë, ha? Dispozitat ekonomike. Kjo akt marrëveshje mund të çdo formë me vullnet me një parte. Do ja shtoja. Duke obligatuar Absolutisht që po. Absolutisht që po. Patjetër, ta shkruaj dona dhe jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Të abuzosh edhe duke përmbajtur. Jo, dakord jam. Duke përmbajtur. Dakord. Bona, shtoj fakt që ta bëjmë ta marrëveshje. Jo, shumë mirë për u ka përëm doatë në biseda dhe bëjmë marrëveshje të kërëm nivelin e shumë qartë. Ka projekti për muzeu të legalizimit e pasat. Bëjë edhe në Evropë, në Evropë. Kështu është relativ se zgjedh po të bëjë O, dino. A e në votim për vendim. Pro, vendim, kundra, ska. Mirë miratorë. Kalojmë të pika 9 e rendititës. Për vendosin e eshtra të dëshmorit Abdeu, Miriam Gjino Hoxha. Në varetë të dëshmorit Abdeu të Pelem. Nuk ju e dhe ju në pasën në anët të mëpërse në karë dhe kjo shpesa për qëtarin të qatë për në shqiptim të modeli, se sot ishe të diskutim në ta për shqiptim në eshtra dhe këlle, se të të marrë i një në qatë. Të shparimit ku? Të shparimit të dëshmorve? Një e dëshmorve që do të qenë varezë. Jo, dëshmori ka status të veçantë, është një varezë publike dhe duhet i bëjë kërkesë vendit të bashkisë të cilën ai ndodhet. Kërkoj që për shkak të kësaj ne duam ta zhvarosim, do merret leja e zhvarrimit dhe pastaj merret leja që kemi ne këtu për ta varrosur në atë dhe kështu. Ka lidhje qarku fare, sa ishte për të gjithë të qarku? Nuk ka lidhje qarku, ka lidhje qeverisja vendore në të cilën ndodhet ai indjeri. Ishte sot për diskutime dhe politike. Ja, pasion. Po, Vetëm se ajo është e përcaktuar se në momentin që dita që do jetë pjesa e zhvarrimit, do ketë kohën e mjaftueshme që të jetë dita e varrezës, do t'i lënë rrugëve eshtra. Se di se ku është? Ku është? Do dhe të levan të Vemalia e ta shkatë. Okej, nuk di që është fara jo se në me vetë një problem për këto rregulle me anën dokumentare, jo për shkruar. Shikoj që nuk është vendimi i
Para titulli stau și nu școală. Është në faqen e fundit. Nuk ora, mos e ka. Eu them și pot să fac pe la. Ne cap să luăm. Mos să găsăm și jur. Ok. Apoi crește să se candide. Po, Ca noi aș putea fișe să kishte në ndërë, mă apere voi se vedite și pare. atëre hedhi në votim. Pro, abstenim, kundra s'ka. Po, kalon dhe këtë projekt vendim. Kalon ke pika 10 e redi ditës. Projekt vendim për miratimin e programit transparencës në Bashkinë e Belerit. Besoj se jemi njohur në fakt me programin, me projektin për programin e transparencës. Ky projekt është i hartuar në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga ligji për të drejtën e informimit, nga urdhri i Komisionit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e datave personale dhe nga domosdoshmëria që Bashkia e Pelen në mars 2026 ne na mbaron edhe afati i programit të transparencës të cilën Bashkia e Pelen e ka miratuar më përpara me vendim të Këshillit Bashkiak. Qëllimi i këtij projekt akti është miratimi i këtij programi si një instrument i domosdoshëm për garantimin e të drejtës së publikut, informimin dhe rritjen e transparencës në veprimtarinë e Bashkisë së Pelen. Programi i transparencës përcakton kategoritë e informacionit që duhet publikohen në mënyrë proaktive në faqen zyrtare të Bashkisë. Mënyrën e publikimit të tyre si dhe përgjegjësinë e strukturave përkatëse për përditësimin, mirëmbajtjen e këtij informacioni. Nëpërmjet këtij projekt vendimi, ne synojmë rritjen e aksesit të qytetarëve në informacionin publik, përmirësimin e komunikimit ndërmjet administratës dhe komunitetit, forcimi i llogaridhënies dhe transparencës institucionale, përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e të drejtës së informimit. Miratimi i këtij programi është një detyrim ligjor për njësitë e qeverisjes vendore dhe duhet të realizohet brenda afatit të saktuar. Ky projekt vendim nuk ka ndikim financiar në buxhetin shtet, financiar shtet në buxhetin e Bashkisë, pasi zbatimi i tij realizohet nga strukturat ekzistuese. Është në përputhje të plotë me legjislacionin dhe ua propozojmë përshqyrtim dhe miratim nga ana juaj. Këtu bashkëlidhur në material juve keni parë të gjithë formatin për të cilin është programi i transparencës në Ministrinë e Qeverisjes Vendore, me tabelën përmbledhëse dhe programin e saj. Ne jemi duke punuar edhe gjatë kohës që ne jemi këtu për ta miratuar si program, faqja e Bashkisë së Pelen, qoftë e Bashkisë po edhe e Këshillit në veçanti, është duke u përpunuar dhe duke u bërë akoma më proaktive për të gjithë komunitetin dhe publikun. Po, ka ndonjë pyetje? Jo, ka edhe votim. Pro, abstenim, kundra s'ka. Po, ka ndonjë kërkim. Atëre kalojmë ke çështjet tjera. Te çështjet tjera kemi një emërtim rruge dhe një titull qytetar deri. Këto dy pika kemi te çështjet tjera. Për këtë dokumenti për emërtim rruge, është një rrugë poshtë afër spitalit të vjetër, afër poligonit. Kush ka një propozim për emër rruge? Për emër tjetër s'kam po. Faktikisht atje njëherë si shumë para kohë ka qenë poligoni. Po më para poligonit ka qenë dhe mulini. Po ti vjen më thjesht ti vën emër rruga e poligonit apo si doni, po doni edhe në mulini. Ka qenë mulini vjetër, po nuk e di si blok. Sa nuk e di. Ka një propozim për kryetar ose këtu, nuk e ky para se Për një rrugë. po. Atje të pjesa ku janë dhe Një kërkesë.
I bërë ato, e bërë gjithë. Është bërë projekt vendim ai, tani ne duam na juve që çfarë e fare ne mund t'i vëmë kësaj rruge. Tani janë dy opsione, o rruga e poligonit ose rruga e mobilit. Non kemi emra. Mimo fotojnë një emër të vazhdojnë. Jemi dakord po them jemi që jam do dakord me Lati se themi tani kemi bërë. Emri filan do vinë nesër. Po me emra më mirë. Çfarë ti e bësh? Ore ti morë kontributi qytetit e Belenës. Po ja fut kot jemi në mjeku, çfarë ti e ka me jam ja asaj kushte. O doktor, po problemi është që nuk mund ta vëmë emrin. Çfarë ti e ke të dalsot emri? Doktor. Po mi mo u bëra një Doktor. Se sa një emër pa emër. Po mi mo që të vëmë emrin e një personi, duhet të pyesë familjar, tani s'keni kohë pra punë, jepni një opsion. Shqyë tani ka ardhur këtë programin tani do ta shpjegojmë tjetër. Ore në qoftë se doni ta ndroni emrin, e ndroni pastaj më mbrapa të emrin tjetër. Po vini një emër tani, o Mulini, o Poligoni, kë doni na këto dy. Si që ta ndrosh, sepse nuk ka emër njeriu dhe gjë të tjera. Tani o zotëri, janë këto opsione, rruga e Mullinit apo rruga e Poligonit tani. Ne do shohim. Kjo do të zgjidh. Mushë 10 vjetë. E dhash një. Ka një barë. Nuk më mira E dhash të jemë të është edhe të spitali po. Bëj këtë emër edhe mbrapa e shkojë. Se kjo ndryshosh nuk ka emër. Se do të bëjmë biografinë do të bëjmë. Jo. Doktori emra do ta mendojmë. Ka marrë doktori emër që të shëndetësore. Vendon ka me emrin nga një varë. O tani që mos bëni për emër. E vëmë o rruga e Mullinit, o rruga e Poligonit. Çfarë doin na këto dyja? Ha. Rruga e Mullinit, emri i votim tani. Pro abstenim kundra s'ka. Po ka mulli atje, se ka A ka sot në gjurë. Dhe po të bete do të tregoj një personel. Është Po të paktën, dëgjoj. Vendosim dhe emrin në moment që vendosim emrin, kemi datë objektin që edhe kushdo që vjen dhe thotë, po shkoj te rruga e Mullinit, shkoj dhe Mulliri. Po Mulliri Por tani kemi dhe të kemi qitë sensa. Edhe Poligoni shumë dohet. Po mirë, po të paktën atje në çfarë vendi është ti dëm një shenja, të bëm një do vej tu a tregoj datin që të vënd tu ka që Mulliri. Tani u vendos ajo rrugë e Mullinit. Kaloj ke pika tjetër, është një... Po që kishe qytetar deri se alo, pra. Unë e coj qytetar deri, po. është bërë një kërkesë për një titull deri për Adrian Hana, që është pas teknës, e keni dokumenta aty. Në përmjet saj kërkese, dëshirojmë paraqisim për shqyrtim dhe vlerësim për deri pas vdekjes me titull qytetar deri të ndjerit Adrian Hana, lindur 22 gusht 5 në fshatin Ëmblat e Belenës, i rënë në kryes drejtyrës 6 maj 2006. Lapi, ka qenë i kokajve, i Liri Kokaj. Ka qenë Liri Kokaj. Ai ka vetëm bregu. Tani më dëgjoni një sekondë. Kjo kërkesa ka ardhur nga Shoqata Kulturore Labëria. Tani kjo kërkesë me gjithë për Adrian Hanin, ja delegojnë bashkisë ta marrë në shqyrtim dhe ta sjellë në këshill për
Po, I kalojt bashkisë kjo pjesë. Tash I rasti ti, ai rasti ti I vrasja në të detyrës. Nuk diskutojmë se sa vlefsh minimalisht, po dhe ne vërteton. Ajo kërkesën të kaluar. Pra në detyrës ai e di. Po zëri mund ta tek dhe ne. Ne kemi për detyrë. Ja, shumë dakord atje. Po Ju të marrë mirë aty, nuk përshkesë. Njoje, s'ka gjë aty. Atje po ka ardhur te bashkia e ardhur. Unë aty po kam si. Jem kërkesa. ajo është gjë me impakt që jam. Tani ne rruga për të bërë atje do të pyes si është jo se ne kemi mundësi për të bërë shikim dhe ne do ta bëjmë. Propozim, po ju mund ta bëjmë ne propozimi për të shmorë në vllatit me se unë rasin e mamën të mirë atë në 2006 ne I vrarë në detyrë. Po të sigurisht. Ne ja dërgojmë qarku. Po, qarku pastaj ja dërgojmë Ministrisë të Mbrojtjes. Doktor, kur të bëhet qytetare, I bëjmë dhe kërkesë janë që ta marrë Dali pra iniciativa që ne jemi Jo, jemi nëse unë kam një kundërshtim për atë kërkesë, përsa ajo ishte drejtuar bashkisë, bashkangitur sa unë I bini personalisht këshill. Ajo është drejtuar këshillit për dieni kryetarit. Por e ka marrë bashkinë. Po pra jo është. Ore dieni vetë, dieni kur I thua drejtuar do lëvizësh. Ne pa lëvizur ju nuk lëvizim ne. Është drejtuar nga Ju mos është gatimisht more. Ore kërkesa do vjen bashkë një herë, pastaj do vitë. Po thuaj atyre që ka shkojnë. Po prandaj them. Ne bashkë këtë dokumentacion. Vola tjetër sa po do bëhet mundial. Ke bërë kërkesën do ta marrë bashkia në qytet, do ta çojë komisionin. Unë dakord jam me Vazhdojmë poshtë letra, do vazhdojmë poshtë letrat e qytetarëve. Ka mundësi të më njëri të lexoj. Po, kjo e para. Unë I nënshkruani si e ka emrin, Fatime Adem Dame Prasa, ja? Do ta shkojnë Fatime Prasa, banore në qytetin e Penes, kërkoi nga bashkia dhe këshilli bashkiak ndihmë për rekonstruksionin e soletës veçantisë totale. Po këtë ta kishte bërë kërkesën që u bëna në tira do kërkesa. Tani me çfarë do marrë? Mirë rregull. I kalohet ja me certifikatës këto. Se keni futur dhe këtë në kohë që ishin këto. Se ka prunë. Qytetari ka punëve. O Verila, ta kishin njoftuar që mu bënë se është mbyllur programi ta. Çfarë kemi ne kësaj? Është mbyllur. Ta kishin njoftuar më përpara që të kishte prunë dokumentisht ajo në listë atje. Bëjmë dije që Bashkia e Belen ka bërë njoftime her pas here. Ka bërë her pas here. Madje dhe përpara mbylljes së afatit, ne kemi bërë një njoftim të ri që pavarësisht kushteve shumë të Vajzë dhe antarëve të qimit, shikonin ata njerëz që janë gjinë që ka nevojë për çati për rekonstruksione, vjerin I këtu. Tani kjo megjithatë ne ja delegojmë bashkisë ta marrë shqyrtim këtë kërkesë. Vazhdojnë poshtë. Drejtuar bashkisë e Pelen, unë kam sheu banus në lagjen Kalar të Pelen, kërkoj ndihmë financiare pasi për arsye të punimeve në Kalar edhe këtë kërkesë ja delegojmë bashkisë, ta marrë në shqyrtim. Me përparësi do të Përparësi se dy ka behallë familjare. Kërkesë, bashkia e qytetit e Pelen, unë e shkruani Dervishi. Si e ka pjë?
Nëna mbylla paketin. Gjeko Dervish. Banoj që në independent, po ne da ore kërkesë time si poshtë, nuk i lexoj dot. Gjeko Dervishi kërkon gjim nga bashkia. Edhe se ja delegojnë bashkisë. Po, kemi një kërkesë në Alek Shumeri, po ky sikur është banon në Malje. Alek Shumeri kërkesë. Përse ke katë në bëtë që këtë i s'po flasë. Ka katë në bëtë. Unë ishtu Alek Shumeri, unë ishtu Alek Shumeri, banori fshatë Kotër, kërkoj nga bashkia dependent dhe këshirë bashkia, dim financiare, pasi më janë Diegu nga zjari, parcela me ulli, në muaj gush. Më janë Diegu 123 ulli dhe 33 pemë furtore. Jam në pritje të përgjigjës nga ana juaj, me respekt Alek Shumeri. Po, Alek. Po, 124 pata e të shtonë dhe carë. Ja delegojnë bashkisë dhe këtë kërkesë. Aleksi Shmemarje, shumë të I kanë kodër, e është të pelera. Nëse komani, vazhdo kërkesë tjetër, unë i shkruari Skënder Bega, banor në TPD, kërkoj sa bashkia dhe këshirë bashkia, një ndim me një kërkon ndim financiare, dhe ka të drejtë ty Skënder Bega, se është një familje në nevoj, duhet ndihmua. Tani bashkia ta mendoj, sa ndihmë mund t'i japin në Skënderit. Ja delegojmë bashkisë, ta marrë në shqyrtim kërkesë. Kërkesë tjetër. I nderuar zoti kryetari, këshillit dependent. Të nderuar anëtar të këshillit bashkia, unë në shkruari Arta Nebi Stefeni, banore aktiviteti, kam 6 vjetë që bëj kërkesë, pranë kam probleme me shtëpinë, me lagështit madhe, kam problem të shtëpia. Faktikisht kjo Arta ka bërë disa ankesa këtu, edhe këshillin bashki, për ndërhyrjen e bashkisë për të problemet që ka të shtëpia, se lagështia i ka ardhur nga ndërtimi i rrugëve që është bërë atje. Megjithatë, bashkia ka vajtur disa herë të zgjidhjen e këtij problemi, edhe kërkesa Arta ja delegoi përsëri bashkisë që ta marrë shqyrtim, mundësisht të jepet zgjidhje kësaj kërkese të Artës. Një kërkesë tjetër, ankesë. Kriton Elezi. Ankesë. Unë i shkruari Kriton Elezi, banon në fshatin Lap Markallos, i drejtojnë bashkisë e përgjithë dhe këshillë bashkiat për një problem të cilin e kam me Pation Elezaj, sepse më ka blokuar rrugën dhe stallën e lopëve dhe me gardh, duke mos më lejuar për të kaluar as për në banesë, as për në parcelë. Kam biseduar disa herë me të, por nuk pranon të hap rrugën.
Ndaj lutem të më jepni një zgjidhje. Kriptoni Leza ka ankesë sepse I kam bllokuar unë për të bërë shtëpi dhe për të bërë toka. Mirë atëre, ka dërguar dhe në këshillë tani. Mirë, po ta di, për sa për djeni neve, ajo është një konflikt personal. Ai ka në rreth 100 lokë. Ka vajtë dhe imëtaja policia. Nuk tani të lutem shumë. Ja, këtë përsëri janë delegojë bashkisë. Nuk I ka zëdje, nuk I ka... O, zotëri, janë delegojë bashkisë, që të Bashkia që interesuar, ta zgjidhë të konfliktin midis dy personave që mos të zgjidhet më shumë konflikti. Ankesë tjetër. Unë I shtruar I merr Leza është tjetër. Vazhdon fshatit e Bartallos. Është e njëjta gjë. E njëjta gjë dhe janë tërhequr dhe bjen kërkesën. Për të njëjtën gjë. Ja delegojnë bashkisë dhe këtë që ta marrin të Bashkia ka përfunduar me do, ka mbaruar. Kam ndryrë. Jo, kam qenë djeni, kam qenë. Është e fundit. Është një dritë dervishi. Është smut kjo që unë në shkruar dritë Hasan Dervishi. Parashtroj kërkesën time si poshtë. Jam e vetëm vetar financiare, pa të ardhura financiare, prandaj kërkoj ndihmë financiare pasi jam e smut. Me I sëmundje të pashërueshme. Besoj se kërkesën time do ta është trajtuar dhe me respekt Brida Dervishi. Ka vënë numrin e tij. Po, është trajtuar. Tani dhe kërkesën ja delegojnë bashkisë për ta marrë në shqyrtim. Atëre Ne kemi besoj shumë qartë që se cila nga kërkesat, kemi paraprakisht, se cila nga kërkesat, që për çfarë duhet që të plotësohet me gjithë dosjen që kur vim këtu për të marrë miratimin në këshill, edhe ne kemi E keni burë, bëra dhe vërtesën e personit që në të qonë... Jo, ato nuk e kemi bërë, kemi